Unë a gjë punoj në tregti jem, këtu kom hap tash një kompani, për Zvicrës edhe kom marrë pak me këshyren, që shpo hesin putë. Përshëndetje. Si je? Mirë, seni. Mirë, faleminderit. Jemi pra emisioni 05. Ne jetoj jashtë, e të këtuit tash pak muhabete me shoqime, asin e pak shaj kanë majtën, dhe më thonën që kanë desh me realizu, së një kanë realizu. E tash unë Zvicër. Jo, ka qëllu pushimi Po, rasish ka qëllu pushimi. Çka punon, me çka merresh atje? Unë a gjë punoj në tregti jem, këtu kom hap tash një kompani, për Zvicrës edhe kom marrë pak me këshyren, që shpo hesin putë. A po më tregon prej ku kjo ide që t'investosh, t'hapësh kompani edhe në Kosovë? Po më kanë ngre gjithë më këthyën pak në Kosovë se vendi, do më thonë si vend si Kosovë, gjaki Kosovak. Më ka tërhet gjithë më këthyën e tash do më thonë me një kompani zvicrane në kanë mundësun më këthyën me hapë këtë një biznes edhe më pëndësun. A ke mendu ndonjëherë që me u kthy edhe ti vetë personalisht për gjithmonë? Kismet inshallah. Mirë, jo po pëlqen. Tash sa viti jenë mërgem? Unë atje kum lindën, 44 vite, po. Atje ke lindë, do me thonë edhe prapë e ke vullnetin edhe dëshiran që me investu në Kosovë? Po. Mirë, jo po pëlqen. Inderum, faleminderit shumë, si që u takum. Hajde me të mira, Unë a gjë punoj në tregti jem, këtu kom hap tash një kompani, për Zvicrës edhe kom marrë pak me këshyren, që shpo hesin putë. Përshëndetje. Si je? Mirë, seni. Mirë, faleminderit. Jemi pra emisioni 05. Ne jetoj jashtë, e të këtuit tash pak muhabete me shoqime, asin e pak shaj kanë majtën, dhe më thonën që kanë desh me realizu, së një kanë realizu. E tash unë Zvicër. Jo, ka qëllu pushimi Po, rasish ka qëllu pushimi. Çka punon, me çka merresh atje? Unë a gjë punoj në tregti jem, këtu kom hap tash një kompani, për Zvicrës edhe kom marrë pak me këshyren, që shpo hesin putë. A po më tregon prej ku kjo ide që t'investosh, t'hapësh kompani edhe në Kosovë? Po më kanë ngre gjithë më këthyën pak në Kosovë se vendi, do më thonë si vend si Kosovë, gjaki Kosovak. Më ka tërhet gjithë më këthyën e tash do më thonë me një kompani zvicrane në kanë mundësun më këthyën me hapë këtë një biznes edhe më pëndësun. A ke mendu ndonjëherë që me u kthy edhe ti vetë personalisht për gjithmonë? Kismet inshallah. Mirë, jo po pëlqen. Tash sa viti jenë mërgem? Unë atje kum lindën, 44 vite, po. Atje ke lindë, do me thonë edhe prapë e ke vullnetin edhe dëshiran që me investu në Kosovë? Po. Mirë, jo po pëlqen. Inderum, faleminderit shumë, si që u takum. Hajde me të mira, Unë a gjë punoj në tregti jem, këtu kom hap tash një kompani, për Zvicrës edhe kom marrë pak me këshyren, që shpo hesin putë.